Kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Tota i bashkëshoqëruar nga nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, drejtoresha arsimit në Prizren Luljeta Veselaj Gutaj dhe drejtori i rinisë kulturës dhe sportit Ade Morina sot kanë qëndruar në shkollën e Planejes, ku me këtë rast kanë përuruar fushën sportive si dhe renovimin e tërësishëm të shkollës në këtë fshat. Fillimisht drejtori i kësaj shkolle Zenon Sheu ka falendruar kryetarin Totaj si dhe drejtorët Morina dhe Gutaj për investimet që i kanë bërë në këtë shkollë. Siç po shihet, kjo shkollë ka marrë një pamje shumë të bukur pas këtyre investimeve të fundit të komunës së Prizrenit, siç janë rregullimi i terrenit sportiv, rregullimi i oborrit të shkollës, lirja e brendshme e shkollës në Planej, pajisja me 5 kompjutera për zhvillimin e lëndës së tiput dhe renovimi i tërësishëm i shkollës së paraleles së ndarë fizike në Gorozhuk. Të gjitha këto investime nuk do të ishin realizuar, por të mos ishte vullneti i kryetarit të komunës, zotit Shaqir Totaj. Drejtësi të shkollës sonë, i cili mundëson zhvillimin e mësimit dhe më cilësor për nxënësit tanë. Duke falendruar për pranimin tuaj, shpresoj që edhe kjo kërkesë të hasë në përkuptimin tuaj. Drejtori i kulturës, rinisë dhe sportit Ade Morina uroi këta nxënës për këtë fushë sportive dhe tha se nga këtu lindin talente të dalluar, duke veçuar futbollistin e kombëtarës Rashkaj. Me të vërtet ndihem mirë sot që jam mesin tuaj dhe me të vërtet nxënësit e kësaj shkolle dhe komunitetin në Planej ka pasur nevojë që ta ketë një terren sportiv që sot fatmirësisht e kemi realizuar, gjithmonë duke ju falendëruar kryetarit komunës së Prizrenit, zotin Shaqir Totaj. I nderuar kryetar, po e përmbyllim një cikël të investimeve të terreneve sportive në Has, ku zon fakti që në këtë fshat ku gjindem në Planej, më besoni që kam qenë disa herë, nuk ka pasur kushte as elementare për zhvillimin e orëve të edukatës fizike. Prandaj, këto terrene sportive mundsojnë që shkollave dhe fëmijëve të kësaj zone të kenë sa më të mira dhe gjithsesi nga ky fshat, nga kjo origjinë e kemi kapitenin e parë kombëtarës Kosovës, zotin Rashkaj. Drejtoresha e arsimit Luljeta Veselaj Gutaj më këtë rast theksoi se në këtë shkollë kemi bërë të mundur dhe kemi investuar në renovimin e tërësishëm dhe tashmë këtu ka kushte shumë të mira për mësimdhënie, për nxënës dhe për mësimdhënës. Gjithmonë është kënaqësi kur jemi bashkë, momentet të gëzueshme dhe të mira kur i ndajmë. Edhe në parë kur kam marrë në Planej, kam pa që ka nevojë shumë e sidomos në paralele në Gorozhupit për intervenime të domosdoshme. Jemi dakordu me drejtorin që çdo gjë që ka nevojë në këtë shkollë do ta ketë mbështetjen e komunës së Prizrenit dhe drejtorisë së arsimit. Drejtoria e arsimit është e përkushtuar dhe punon çdo ditë që krahas investimeve infrastrukturore të punojmë edhe në zhvillimin profesional. Dhe kjo është një dëshmi e mirë e punës tonë të përbashkët me arritjen e rezultateve që i kemi, falë punës së drejtuesve të shkollave, si nxënësve që bëjnë brenda shkollave punën, po edhe nxënësve dhe prindërve që na ndihmojnë në procesin edukativ arsimor. I gëzofshi këto investime dhe ju them këtu se ne nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë edhe me investime tjera. Urime suksesi. Përderisa së fundi, kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj me këtë rast edhe njëherë ka veçuar faktin se investimi në arsim është investim për ardhmëri. Andaj ne kemi investuar këtu sepse këtu ishte nevojë për këto investime në këtë hapësirë të bukur ka potencuar ai. Atmosfera e jashtëzakonshme, një ambient i mrekullueshëm dhe mas pari do mi përshëndet nxënësat. Për shkak se kjo në shkollë, edhe ky terren sportiv mas shumë i kam i nxënësave. Por natyrisht mas nxënësave i përshëndesim edhe stafin mësimor dhe punëtorët e arsimit, edhe Samirën që ka sot me neve këtu si punëtor e arsimit. Si kryetari i komunës normal që kemi shumë prioritete, mirë po një prej prioriteteve që s'mund të kalohet, s'mund të anashkalohet në asnjë mënyrë është arsimi. Po këtu në këtë rast po ndërlidhen edhe arsimi edhe sporti. Edhe kultura, sepse ademin përveç sportistë kemi edhe njerëz të kulturuar. I përshëndes natyrisht gjithë pranishmit, i përshëndes edhe klerik fetohar dhe edhe të gjithë të tjerë. Ne do të vazhdojmë
me investimet tona për përmirësimin e kushteve infrastrukturore. Drejtori ka shumë modest, veç një kërkesë e parë. Drejtori për një kërkesë llogaritë si prima atë punë. Edhe na e dim që investimi në arsim është investim në të ardhmen. Edhe nuk duhet pa arsye se nëse don me shkatru një kom, nuk ka nevojë me bombardu, mjafton me shkatru arsimin dhe ja ke shkatru perspektivën. Prandaj edhe ne vazhdojmë me investime në arsim dhe jam shumë i sigurt se prej kësaj shkolle këtu do dalin mjek të arshëm, inxhinier të arshëm, sportista kulminant që përmendni edhe Ademi. Prandaj kjo është një arsye më tepër. Edhe më thon drejtën, kur përshkruaj çka koshën në basketboll, dy punë të marrë me lutje në herë basketboll, këtë ambient të jashtëzakonshëm, natyra e mrekullueshme, ajri i pastër, edhe ndoshta do vim për një mend. Zonësave dhe stafit mësimdhënës që uroj të gëzoni këtë shkollë, edhe të jeni të suksesshëm punën e juve edhe gjithmonë llogaritni për përkrahje nga ana e komunës Prizrenit. Ju falenderoj për vëmendjen. Për gjithë të pranishmit, drejtori i shkollës Zenun Sheu ka ndarë mirënjohje dhe nga një punim dore me veshje nga Hasi.